për kujdeset për fidanet që I ka mbjellur vetë. Të mbjellura këto me të cilat ka ushqyer familjen dhe rrethin e tij për gati 1 shekull. E përkundër këtyre fidaneve, ai ka shumë vite jetë. Është 98 vjeçari Mursel Gashi, I cili edhe përkundër moshës nuk I tha kurrë jo punës. Dhe pikërisht kjo e fundit është që e ka mbajtur në jetë të fortë me mendje të kthjellur, larg ilaçeve, e larg kontrollave mjekësore, me plisin e bardhë në kokë e me shumë barjera të kaluara mbi supe. 98 vjeçari e fillon rrëfimin për fëmirinë e tij te jetë të vështirë. Jeta e jonë konë me gjanë gjitëse, me livruë, me shkullë shërë, në malë, në mëllëj me gjanë gjitëse. O konë jeta e shtirë, duhet me prashit gjithit e lelume, pe 6 a 8 deri në 6. Mu mënu më bo diqka, me bo një të bukë. Mirë pa të konë lavra e dëpë për gjove, për I plugu. Ma shumë që e këteri ka qitë 1.000 kila grunë. Edhe ata grunë, modhe kanë pas familja me hangër një bukë të grytë, që duke kemi ruhe për pare që të frikë për ke helashë. Duke kemi shqitë qëta grunje bëj ke në pare, për me lo pareze që të frikë, ta marrë ka qa kjo gjallë, që I gjene qikave krejtë. Duke kemi ru qëta grunje shqitë. Punët fizike ishin të shumta, ndërsa rendimentet të pakta. Puna gjatë gjithë vitit, 98 vjeçari thotë se nuk shpërblehej shumë. Jo vetëm ushqimi I dobët, Gashi flet se kishte mungesa edhe për veshmbathje e vend për fjetje. Të paktit kujna që I ka dalë 1 kila grunë, 500, 600, 700, që puna kone dëpt. Që ashtë kone jeta. Bukë të labajt, bukë telt, atëra kone mëllëjet me ujë. U dërë keme një lelë verës, për me bluë, dinit për verë me gatu, për bukë që në zhegë, ka labo që I thohet, bo që zehri, 30 mundet me lejtë pa vështuë. U dërë keme një lelë, për me mu shamarit, për zhe që amarit, milë, për me gatu verës, që dërë keme punu me jetu. Jetë e zërshme, ko jetë e shtirë kërë, desh, dodhë, vesh e ligë, mos e ligë, që shtu. Jetë e kone shtirë, në loja shtirë, në kosht, qërë ga kone e dhenë, në kosht që aty dhe këmi ashtruë, që ato më ra, që pëjke dhe shidhive, qërë ga ka thonë atëre, në vend që në shtrëve të qërë të pive. E kone që ashtu jetë e zërshme, kone jetë e shtirë. Përkundër viteve të shumta që ka, të pakt po e quan punën me sera që sot po mund ta kryej. Dikon me marru dhe shku ke bo, pak me komikular ke bo 6 atë dhe je shku I orë, gjithë ditë nuk ka më lajtë pëtëm, apo nga të kurësh. Dashte veqa që s'ka pas më në qihi, që s'ke pas qare, për për prejnë pas tërëm, me të rikure me marru apoga. Apoga dhe keme dhe parvek, dhe shme I këpsu. Gjithine në përbërë, në për ujë, në këshomë dhe keme të ru, thoi ka bërë që s'jallë, aja ledë rasë, që ashtë jasë s'jallë ka apogës, që ashtë ako jetë e shtirë. Jetë e shtirë kërë. Po që rëmënore ka pak me punu, po së vëjtë të ashtë me punu, jeshtë sa me bo kohë, këta djenë për pëmëjmë, mi u britë në diçka. Pritojnë, me thonë për një dhe se dhe shgjëna. Tëra punë të borë për shëllëshi. Në marë shullë, ypë në barë, dhe në barë shdrim. Atë ka frimas, shivas, të latit asë. Nërë shëllë shëndrimën, o shëllë shëndrimën, jeta një zhjërë është. Me kratu të jetën e shëllë me jetën të me, smergjume që thëmë dhe ljumës.
Kështu të sot veç shqyqër nuk pja dirë këj popull Allahit pas pori, edhe prisha që i kanë pri liris, nuk pja dirë më leften. Arsyeja që sot ai nuk përdor asnjë barn, thotë se janë pikërisht ushqimet bio dhe ajri i pastër me të cilën ai është rritur. Po qërën e mësu, gjithmonë ku sa mori mu që më ka hjek me shpinë e kur. Të punu, ta shumë me qaj farrame, shmuj me nejtë, vëllana me dhek më nujnë, më me nejtë di, që është botë me nejtë, shmuj me nejtë. Ena që që në parabole, për shtë lastika ka pak, që shpurve. Unë jam merë me shumë sene për punë, tërë dhe punë e kumë punë. Unë e kumë livru, jem shkullë ma lënë shehere me gjohë, kumë bjeshtruë, kumë qelë bulerë, kumë marru furat bukve, 100 vite lashe. Këna pas dhanë, vëllëj që alapë, kur të omri s'ku mujtë me përbi. Që ka dash të omri, kur asë da dytë. Shbaz me pitë omri, kur heq. Kumë homër, kumë gjallë, bukë të lamajtë, kosh, da i përpeq. Në jetën e tij të vështirë, ai e përmend edhe periudhën kur kishte qenë ushtar i Shaban Polluzhës. Në fund 44-ës, dashtën me qëparovë dërliqën shkjetë. Sa njerë ju pre këtë në shkeneraj, sa masakrimi ju bohaj me zetë. Mirë për Shaban Polluzha konë në presh i luftës gjithë. Edhe u konë që në kësharë këtë një të la kërshef që mas pasoniku u konë në kërshef. Edhe konë njeri meshëm, shkani kështë gjoni i vijë gjithë me parë gjëmonë, për la që ka kësjet me qëtë të lojnë, i thët halim, thët poshu zërë e zhjotit, me shka hajderim që përdojnë me mlonat, me bollaf, që presha për bollaf. Vëllaj thët, një të la, mi gjabas barak, për bom themin, ani shka kaldoj edhe poshtë i zërë e zhjotit që rënë për parë. I briti bomba, ballë, pse, hajtë, sa shko halim veç, 10 vite së më shtilë për kanonko. E ka pasu edhe në para dyrëve që shu. Të bollav dyrë, bam. Dene e të do kur dene që Shaban Polluzha. Hinë në dhe në kohë ka pasë, që ka një 7-8 vjetë. Kur hike në në mushinjeri, ke hike pa tjerë që të japonë, që për mushiru më lejë, me shirë. Hinë pak muhabet me të lojnë, edhe nuk e lavë, me qytë heqa një të lojë. Tha një të lojë, bra kërët e liqin e këmë lypë me menë pesha bojë, e dhejnë në shumë, këmë pushon zemra, e të këmë qitë më tralove krektë. Pse? Thotë, di për shka mo, thotë, për shka e orë, thotë, me përmu një virgonë të mbrojtë të zvene që komunisht me jeme. Tha Shaban, ko shemerat dhe tyrë për veti, një veti dhe të unë e marë. Qatë dhatë të përmu, 2 gjumon e konë brigada Shaban Polluzhës. 8 kërshefës, 6 marini kanë shkruar, 18 palat që rënë, kër o bo 4 ditë, jënë bo 12 vetë popull të armatosë. Dhe për ne, ai rrëfen detajet të luftës së vitit 1944, të cilat i ka ende shumë të freskëta. Në 6 atërë kontimi, në armajnë mura të veri kështu. Në 6 javdit, në përkatu, në qëtë për kërshef të rezollë në rënë. Mas jarë gjallë dhe vizë, thëtë Serbia, halale këshiruë Jugoslavia. Me shku në Sanxhak me një pësua, të këshin Serbia qëllimin me shti
brigadën e shamballum shmëna në Serbia dhe për këtë dalë me rjep. Dhe erën po dujem. Po dujem, parësia i thalë ku për në qënë o shamball. Apo dhe në ashtin Serbia, me në për Serbia, ka dalë, nuk e rrunë me hi. Ushtria partizanëve tu i përqilë. Pa dhe të hoxha në krye misa. Alë tha për spojeve që i tha dhe nuk të ushtria partizanëve me si gjuri jo. Pa dhe të hoxha më ka dhonë komandë me i gjuhë. Ushtrina shama pëllush. Mirë po dhe këta, ja u dërëdhen armen. Pa dhe të hoxha pej, po të vijeva që konosore në shkeleraj. Shama pëllush me ushtrina vetë pej, po të vijeve në shkeleraj. Atër e shkelaj, o konë hajrë lugë, s'ka pasë, ka vjetari të rrës. Reke. Edhe ka draj, kënë hjek gjine, dikon 5, dikon 7, dikon 10, mas agrunës, morë mi si besi jalem, qëre fadil, me që reke si fes. Edhe, që dha i lufta. 6 javë ditë, të një forçat e mdoja, edhe shpiju në sa dush. Rishin me gjithë shabalit, që po bëhet, notën shka ishin milici të kalëtua, që si popull i prisht në zemër të vetë. Edhe krishi lufta. Ajë, të një forë që e mëllë dhe u njërë të një dullëm, për e zëmë në pishfijeve të në që të. Dullëm e kapëm, për dhe vishë që dullëm, në rakiliqe, për rakiliqe, hinëm në Katarë e rënë që shtë dullëm në Qiqavicë. Krasë me rëmësirë me bujtëm qatë natë, të një i shkandi Ahmet Qelasë i shalës ati, po njeri i njofë dhe nuk taftorë. Ta shajde dole me shku me të dhe me këshirë. Mirë po. Kër shumë nga këtu pej Qiqavicë, ramë njërës për shtëvës. Ishë konë dy ushtarë, dy ushtarë më rëjta, që për konë me hme gradiqa, ma i pas firë s'ka pas, ma të rem s'ka pas. Se kanë hetu veç, kër ka morë pushka. Me plisin e barë në bikok, Mursel Gashi, mendje të kthjellët si mëngjeset e këtij fshati, ai ecën përmes kujtimeve me hapa të qetë dhe të sigurt.